gjatë gjithë tyre ditëve. Nga njerëz që kur në jetën e tyre as nuk e kanë imagjinuar që të përzihen me politike, me protesta, po janë bërë parëllinj me shalë edhe me kremra, që të shfaqen atje bashkë me shalët dhe kremrat e tyre, sepse është trendi. Kanë frikë të mbeten jashtë valës. Sepse në ekonominë e vëmendjes heshtja nuk shpërblehet. Shpërblehet vetëm pjesëmarrja. Shpërblehet vetëm ai që ka kurajën të hyn garë. Shpërblehet ai që bën videon më dramatike, nuk ka pikë rëndësie nëse protesta zhvillohet në një bregdet të Spanjës. Mjafton që ti vendosësh shenjën Tirana s'ka as det, po kjo nuk ka pikë rëndësie, dhe të vendosësh aty një turm që diçka thot në spanjisht, por me titra lexohet vdekja e Izraelit. Ai që do të bëj postimin më të fortë, ai që do shpalli katastrofën më të afërt, ai që do lajmërojë ndëshkimin më të egër, ai që do parashikoj fundin më spektakolar të kujdo qoftë që është përballë, ai shpërblehet nga algoritmi. Dhe një protest nuk është më protest. Është skenë, është treg. Një treg emocionesh, klikimesh, një treg morali, madje edhe një treg karrierash. Po në të gjithë këtë, ata të karrierave janë më qesharakët. Janë qesharak sepse nuk e kanë marrë vesh akoma që me Partinë Socialiste dhe me ne nuk fitohet duke dalë me lugën e ndryshkur në tregun e karrierave të humbura. Dhe pa tjetër që algoritmi e ka të domosdoshme të shfaqet dhe profetët që lajmërojnë fundin e botës. Analistët që bëjnë analiza pa fakte, strategët që nuk dinë se ç'është bësh një strategji sektoriale, revolucionarët që ushqehen me ëndrrën e revolucionit, por që s'kan lidhje me revolucionin, patriotët që nuk ja kanë haberin punës dhe kronikanët e ku të ndodhur. Njerëz që s'kan ndërtuar kurrë asgjë dhe që po t'i vësh të masin një tavolin, ngatrojnë gjërsinë me gjatësinë. Sepse për ta nuk ka rëndësi se çfarë ndërtohet, si ndërtohet. Për ta ka rëndësi vetëm çfarë duhet shëmbur dhe si ta shëmbim. Sepse vetëm mbi rënojet e punës së tjerëve, ata mund të ngrihen në pjedestalin e madhështisë tyre, në skenën virtuale, ku marrin like-et, marrin followersat, marrin urimet, marrin përgëzimet, marrin inkurajimet. Dhe për ta çdo incident është një revolucion. Sa vjet kemi që i dëgjojmë paraemëruesit e stuhive të ardhshme për fundin e kësaj force politike në qeveri. Dhe çdo protest është një rast për përmbysje, jo për temën. Një protest për temën është gjëra më legjitime dhe në momentin kur ti je gati t'i ofrosh bashkëpunim për të trajtuar temën dhe je gati të ofrosh diskutim për të kuptuar se si mund të adresohet tema më mirë, askush nuk paraqitet, sepse të jesh pjesë e tsunamit është shumë më rëndësishme se të jesh pjesë e zgjidhjes për temën. Dhe çdo ditë është dita e një gjykimi të madh dhe humbja e sensit të realitetit bën përpritur që nga të katër anët të dalin të gjitha llojet e krijesave
që deri në moment kanë qenë në përcepat e tyre. Dhe të kërkojnë diçka, se cili kërkon diçka. Diçka për cilën mund të ketë të drejtë, diçka për cilën mund mos ketë të drejtë, por të cilën e kërkon pikërisht përmes asaj vale çmendurie, duke u